Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur ndjekës. Sonte do të vim pranë jush me një histori shumë të ndjerë dhe shumë të dhimbshme që në fakt kjo grua kërkon një zgjidhje, kërkon një mendim që ndoshta nga komentet tuaja do ta ndihmonit në këtë dramë të madhe që i ka ndodhur në jetë. Përshëndetje Tiranë, thot. Po të shkruaj një histori që mua kur nuk ma ka marrë mendja sepse këtë njeri e kam trajtuar si motrën time. Buri e ka pranuar që më tradhëton me gruan e shokut. Unë atë grua e kam dashur si motër, i kam dhënë bukë dhe nuk ma ka marrë mendja që do ta bënte këtë gjë. Desha të shprehem dhe të qaj hallin dhe unë si shumë të tjera. Jam një grua 44 vjeçare dhe kam 2 fëmijë, tani më të rritur. Halli im është tradhëtia që ma ka bërë buri im. Para 5 viteve, ma ka sjell një burrë dhe një grua në shtëpi, kinse ai ishte shoku i tij, bashkë me gruan e vet. Dhe aty jemi lidhë si familje. Më kanë ardhur në shtëpi dhe ju kam shku unë me familjen time se kam mendu që është familje mirë. Pas një kohe fillova të kem dyshime në gruan e shokut të burrit, sa herë më shikojke me një lloj inati, xhelozie, por prap nuk më shkojke mendja që ajo ja ka vënë synin burrit tem. Pas një kohe i gjeta disa SMS burrit. Dhe ky nuk pranojke që ka lidhje me dikë. Po ai numër ishte +41, që do me thënë nga Zvicra, dhe ajo gruaja e shokut të burrit jeton në Zvicër. Nga aty kam fillu t'i përcjell kohë më pas kohe. I kam zënë shumë mesazhe dhe një ditë e mora burrin në telefon dhe aty u ndëgju zëri asaj që po qeshte. Prej ati momenti e kam kuptu që ata janë në një lidhje. Me njëherë ka ardhur burri në shtëpi dhe pas 5 minutash, ajo mu gjujt kinse unë po e akuzoj me të padrejtë. Gjoja ajo këta e dojke si me pas vlla. Ajo është 13 vite më e madhe se burri im dhe është gjyshe. O bre, jetën ma ka shkatru. Atë ditë e kam largu për krahu nga shtëpia ime, edhe kur më se kam parë. Por, tash prape kam nxonë që janë bashkë, edhe kanë flet bashkë, i kanë bërë të gjitha, ja kam nxonë me foto, me biseda, të gjitha i kam ku ky e ka pranu që ka pas marrëdhënie me të sa herë ka ardhur ajo në Kosovë. Ajo e ka pagu burrin tem me pare veç me fjet bashkë. O bre, ajo ka flet me një person që ka mujt me kon djali i saj, është 52 vjeçare, bre zot. Zoti, ditë qysh me ja than zemrën, jetën ma ka shkatru. E lëndoft buka jeme që e ka hongër prej durve të mia dhe e lëndoft besimi jem. Njëjt lutna edhe për këtë qenin që e kom në shtëpi, dytë e morshin nga Zoti si është më së keqi. Dua t'ju them se ajo është nga komuna e një fshatit ku ajo ka jetuar, por jeton në Zvicër. Dhe inicialet e saj është me S. Është dikush nga kjo komunë që pak e njeh këtë grua. Nëse është e nevojshme, thotë, unë do të ju jepja numrin e telefonit që të kontaktonit, ku unë asgjë nuk dua tjetër vetëm t'jam zbuloj fytyrën dhe të vërtet dhe dua ta shkatroj si ma ka bo ajo mua jetën ma ka shkatru. Unë tani e tutje jetoj vetëm për fëmijët, më falni se zgjata shumë, po u mundova në pika më të shkurtra ta shkruaj se është edhe më gjatë, sa që gjithë nata më shkon t'u shkru. Ju lutna më këshilloni që të bëj çfarë të bëj, derisa unë nuk e kam humbur rrugën. Natën e mirë, ju uroj të gjitha të mirat. Zonja në fakt është në siklet shumë të madh.
Dhe unë e kuptoj acarin e saj, sepse ka zbuluar një tradhëti në martesë, nuk është e lehtë të shohësh bashkëshortin tënd me dikë tjetër dhe në këtë rast me një grua e cila është 52 vjeçare, ku zonja ka shkruar dhe inicialet e shkronjës së saj. Nëse zonja kërkon një këshill, këshilla ime është që ajo të vazhdon jetën e saj e lumtur. Ajo e ka shkruar shumë bukur që kam arsyet e mia që unë jetoj për fëmijët. Fatkeqësisht, ky është një fenomen që vazhdon të jetë pjesë e familjeve, vazhdon të jetë pjesë e përjetësisë. Le të kërkojnë gabimin tek njëri tjetri, le të pyesin njëri tjetrin se ku qëndron gabimi që ne kalojmë përtej kësaj rruge dhe të marrin përgjigjen e duhur. Domethënë historia tregon të një gruas e cila ka ardhur si një mike, si një familjare, le të themi, si një gruaja e një shoku të ngushtë të burrit të saj, domethënë kjo grua në këtë rast tradhton dhe burrin, po tradhton dhe njeriu e saj tjetës, po futet dhe në një familje. Domethënë është një histori i çiksi e ndërlikuar. Un kam trajtuar shumë histori të këtilla në kanalin tim dhe uroj me zemër që kjo grua të qetësoj veten e saj dhe të kuptoj që pa marrë parasysh se çfarë ndodh në jetë dhe pa marrë parasysh tradhëtisë, respekto veten, qëndro e ndershme me veten tënde, sepse një ditë kjo gjë do të përfundon. Çdo fillim ka një fund dhe përsëri jeta do të vazhdon njësoj siç ka qenë. Dhe në këtë rast, zonja në fjalë ka një lloj urrejtje shumë të madhe ndaj kësaj gruas, sepse i ka dhënë bukë edhe e ka prit në shtëpi. Zonja tregon që kjo grua përsëri ka ardhur në shtëpi, duke akuzuar zonjën në fjalë që ti mua po më ngjit fjalë sepse unë burrin tënd e dua si vëlla, por siç duket ky vëllau, domethënë qen ka nga këto vëllezërit që qen kanë të çuditshëm. Zonja ka nevojë për mendimin e të gjithëve. Unë do kisha dashur që ju të lini një koment poshtë kësaj historie dhe të shkruani mendimin tuaj si do të kishit vepruar ju në një rast të këtill dhe çfarë do të kishit bërë. Ndoshta shumica nga ju do të thoni divorcin, por në mes janë edhe fëmijët, edhe ndonjëherë fëmijët janë një arsye shumë e madhe për të qëndruar në një lidhje dashurie, ku më këtu dashuri nuk ka. Do me thënë, gruaja ishte 43 vjeç, që në kupton burri duhet i ketë 45 ose 46, do me thënë janë në moshën e tyre ku unë kam kam lexuar një letër që mosha 40 është mosha që duhet ose të ndish ta mbash familjen ose të dish ta rrezosh familjen, nga që është e pika që ti ke krijuar komplet një kulm dhe nga një gabim i jot mund të rrezohet gjithçka që ti ke ndërtuar. Histori të këtilla kemi shumë në jetën tonë, jo vetëm tek shqiptarët. Kjo lloj fenomeni i jetës ekziston kudo në botë, është e pranishme kudo, por zonja duket që është shumë e lënduar dhe duket që po e vuan shumë këtë pjesën e tradhëtisë, sikur bota i ka rënë mbi kokë. Ajo beson në martesat e vërteta. Ditën e djeshme un kam sjell një histori që një grua vetë kishte dashur të bëjë tradhtin sepse çdo martesë i dukeshte e njëjtë dhe aty ku ajo kishte tradhëtuar, do me thënë në burr të martuar, gjatë një bisede që kishte patur me gruan e tij pasi që kishin qenë shoqe të ngushta, do me thënë janë histori shumë të rënda, dhe gruaja e tij kishte thënë që martesa jon, do me thënë gruaja e të dashurit në fjalë, martesa jon është një martesë si të gjithë të tjerat. Dhe aty kishte kuptuar që dhe dashuria e kësaj po bëhet një dashuri si të gjithë të tjerat. Dua të marr mendimin tuaj pasi që edhe zonja e kërkon në këtë koment dhe çfarë do të kishit bërë ju në një rast të këtill.